Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër epizod të Pasion e Profesion. Unë jam Mariana Berisha, po besoj që tashmë e dini, edhe sot do mësojmë shumë gjëra të reja këtu në Pasion e Profesion. Do shohim shumë receta të reja, por gjithashtu do shohim edhe udhëtimin ton në Austri, sepse është muaji i Austrisë. Por së pari dua të falenderoj Podravkën, e cila çdo herë mundson realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Së pari, po fillojmë me recetën e Andit, shohim se çfarë ka përgatitur Andi dhe rikthehemi përsëri në studion tonë. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion, jeni me mua Andin si çdo javë. Sot kemi vendosur me bënë një pjatë të shpejtë, të thjeshtë, cilat janë disa pasta me salmon të mosur. Unë veç po filloj edhe ndërkohë ju tregoj mënyrat e përgatitjes edhe përbërësit e saj. Pesat pastat lidhet, na marrim pak bukë. Bukën e premiumit, të cilin mund ta gjeni në çdo pikë të premiumit, në Prishtinë, në Pej, në Prizren, në Gjahov. Unë zakonisht të ngroj fartere, që mi bëmë pak vaj ullivi. Ndoqëm së bashku edhe recetën e Andit, tash është koha të ndjekim së bashku udhëtimin tonë në Austri. Dhe rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio bashkë me dy kuzhinierët, me Elhamin dhe Donatin. E shikues të dashur, udhëtimin ton gastronomik global po e vazhdojmë në Austri, pra jemi në qytetin e Vjenës, ku jemi në Stefanplatz. Pra i cili është një shesh ku ka shumë dyqane, por edhe lokale të cilat mundeni me ullë, me pi kafe, me shiu këtë pamjen fantastike që e kemi, me pamje pra nga kisha e Shën Stefanit. Pra kjo kish është një ndër monumentet kryesore të gjithë Vjenës dhe më të vizituara, e cila ka filluar ndërtimi në shekullin e 12 dhe pastaj gjatë viteve ka shkuar duke u ndërtuar më shumë. Ky vend pra ka aq shumë turistë, sa që mundeni me pa edhe në pamje nga e gjithë bota. Pra kjo katedralja e Shën Stefanit ka ndërtim gotik dhe romanik. Vazhdojmë me pamje, vazhdojmë qëndrojnë me ne deri në fund, sepse do shkojmë tek një vend i mrekullueshëm, një restorant i mrekullueshëm këtu në mes të Vjenës.
Shikues të dashur, pra siç e pajtë edhe më herët, rrugtimin tonë për Europë, po e vazhdojmë edhe në Vjenë, jemi tek një ndër restorantet më të famshme, jemi tek Sole, këtu në Austri, pra në Vjenë, e është nder dhe kënaqësi shumë e madhe me pas të zotëri Akinu Redinin, dhe me bisedu më shumë rreth Sole, por edhe rreth jetës e tij, do na tregoj shumë histori nga jeta e tij. Zotëri Aki, faleminderit shumë që gjete kohë dhe u bashkove në emisionin Pasion e Profesion për këtë intervistë. Faleminderit juve për respektin, mirë se keni ardhur. Nuk thash rastësisht që është një ndër restorantet më të famshme në Vjenë, pa mund të më atribuo se çfarë ju motivoi që të investoni jo vetëm materialisht, por edhe shpirtërisht në kulturën dhe komunitetin shqiptar në Vjenë, por gjithashtu edhe me këtë mrekulli me Sole. Motivimi jem ishte ka qenë gjithmonë muzika klasike, për mua direkt, edhe ishte që ideja që të vinë Vjenë të hapi një restoran, edhe që të me mundësi të me gjithë artistët të muzikës klasike, edhe normalisht edhe artistët shqiptarë, ashtu që edhe pa ta fat, edhe këtu në 1981, ka marrë shef në Vjenë, për biznis, hapa firmën, dhe do e dje një lokal, që ashtu që në 1980 blejta, në 1983 hapa restoranin Sole. Edhe fati që filloj ashtu puna që të filloj me një herë interesant ide që e kisha edhe dashuri për artin për kulturën, fillon gjithë artistët nga Bernstein, Karajan, Mirella Freni, Domingo, edhe gjithë me radhë. Edhe plus gjithë si Inva Mulla, artistë shqiptar, Inva Mulla, Mejda, artisti jonë tenori famshëm Ramlaj dhe artisti shqiptar. Dhe shumë artista tjerë. Edhe gjithë tjerë që qenë, ashtu që janë, edhe gjithë tjerë në zhomtarë, ashtu që është ide. Zotëri Aki, janë bërë 22 vite për hapjes së Sole. Po a mundesh me të tregoj se çfarë roli ka luajtur edhe trashëgimia familjare dhe babai juaj, zotëri Lez Nuredini, në formësimin e vlerave tuaja të punës? Baba im ka qenë një person i veçantë si njerë, për tanë familjen dhe për shumë njerë tjerë, por veçanërisht për mua. Për mua ka qenë idoli im, se ishte një biznismen, një punëtor i madh i suksesshëm në Beograd, edhe pja ti kam marrë motivimet të mëdhaja edhe kam mësu shumë nga babim, që ashtu që kam pasi dorë. Po, si e shihni rolin e diasporës shqiptare në promovimin e kulturës sonë jashtë vendit, shembull në Austri? Po, në Austri edhe jashtë vendit ka mos në për ta në botën, pasi që jam kontakt me njerëzit tonë, me një veçanërisht me muzikën klasike, jemi shumë prezent, jemi shumë në shumë vendeve, kjo është njerëzit nuk e dinë dhe jemi të famshëm, jemi të mirë, jemi të mrekullueshëm. Ashtu që kemi artistë si këngëtarë, si të orkestrave ndryshme, si soliste, jemi shumë mirë, shumë pozitive, edhe shpresoj që të vazhdojë kjo, sepse mos, veçanërisht nga Shqipëria, kemi shumë artistë në Shqipëri, nga Kosova po ashtu, edhe normalisht edhe nga Maqedonia pak. Edhe jam shumë i gëzuar që do të vijë një orkestër tash me disa kontakte që i bëna me ish ambasadorin tonë, Kelin edhe një artist i jonë kosovar, edhe ai me atë që dhe do vijë orkestra e Finlandës do vijë në Kosovë, me kontakte që janë banë, ashtu që do vijë dhe për që ashtu që jemi të shku shumë për para të e prezentojmë kombin tonë shumë mirë me kulturë dhe me artë. Po, zotëri Aki është me të vërtet një mik shumë i mirë për të gjithë, sepse aq mirë sa na ka prit, po besoj që i pret të gjithë vizitorët e tjerë, të gjithë klientët e tjerë këtu në Sole. Po, nëse do jepni një këshill të rinjve që janë jashtë vendit, cila do ishte ajo? Këshilli për mua është për të rinj që janë jashtë vendit, ato ta duan vendin tonë, ta vazhdojnë ta prezentojnë se çdo njëri prej nesh, edhe çikëllive që janë për jashtë vendit, janë ambasador për vendin tonë, ku t'jenë, cilin vend pune, janë ambasador në vend, mënyrën e tyre, që ta vazhdojnë atë punë, t'jenë sinqert, edhe mos e harrojnë vendin.
Po besoj që disa prej shikuesve të Pasion e Profesion e kanë pasur një histori ku zotri Aki ka qenë pjesë e shumë mediave këtu në Austri, bëhet fjalë për në kohën e pandemisë. Çfarë ndodhi zotri Aki apo na tregon? Si, ishte një moment interesant. Ishte pandemia, sa ishin mbyllur, sa muaj, 3-4 muaj ishin mbyllur, edhe ishte shumë strikt, ishte lëvizje, ishte dalë, unë shkoj deri në apotekë, edhe deri në eventualisht në merkato. Edhe erdhi momenti që do rihapem, edhe mbasi që unë presidentin e kam mik shtëpie, edhe mam telefonin të president, a do vish ta hapim se gëzimi i madh ishte rihapeshte mbas pandemisë, restorani. Tha mi dhe vita me grashita, po tha, jo, tha me njerë sot, tha, këtë javë, kur hapet, po do vi javën tjetër. Javën tjetër, shtunën, dhe shtunë, erdi, ora 7, ullëm në bashkë për jashtë në gjatë. Edhe shkoj morë beti shumë mirë, deri në fund datës. Betet gjatë. Betet gjatë, edhe erdhë koha u thëmë gjeme, gjallë, se ishte në restoran gjene, karik ishte plot, se normalisht ishim gjithë unë në dalim jashtë shtëpisë. Edhe ma kun shku në gjithë, edhe mbetona e presidentin, kishim ma e pjedë duhanin, ta mbarojmë sa këtë në rikim, edhe filloj shiu madh shumë. Shumë shi, binte ma sa ndi moment, dhe e harru në pak të bisedu, në shkoj biseda shumë mirë. E u bo pak vonë, edhe në ora 12, vin një kombi me policë, me 8 policë, edhe vin aty. Duke mos e di që është presidenti brenda, apo jo? Duke mos e di se është presidenti, shpresoj. Edhe i tha president, të erdhën shkujtë sa të u flasë, ta shko më prezentoha, mu thamë policëve që jam pranari, jam e sa miqët e mi, që miqët, po presidenti, edhe e mi kujim. Që ashtu që erdhe një, thotë presidenta, duan jeni, edhe të uqu presidenti, u mërë falje policëve, edhe uqu me shku më ashtu në shqitë madhë, shku e mërëm qatët, dhe që ashtu që edhe të nesit klasi skandali madhë, skandali fillu në telefonatat edhe mediat botërore nga media shqiptare, italiane, austriake edhe si që e dini. Një skandal i madh, një javë ishte problemi i madh, se nuk dishim si dhe përfundoje, se mund që të përfundoje si që përfundoje dhe në Angli, po paca fat madh që unë e kalova shumë mirë, mbas andi kishte një publicitet i mirë. Si ka ndiku, desha pës këto, si ka ndiku ky rast në reputacionin e restaurantit? Pa ndryshime se ne jemi në regull, jemi shumë stabil, jemi në... Po, ishte problem, një javë se kishte edhe të disa shame, kurse mas andi ishte shumë mirë, ishte një qeshin, takoheshin, po, pa ndryshime. Por që klient të tillë keni vazhdimisht, apo jo, si presidenti, kryeministri dhe të tjerë. Po çfarë ju motivon të vazhdoni të investoni në kulturën dhe në mikpritjen në Vjenë? Sepse ne normalisht jemi si popull shumë mikpritës, por që Sole dhe zotri Aki e bën me të vërtet të veçantë këtë mikpritje shumë mirë. Motivimi është se unë jam njerë pozitiv, se nga fillimi ditës, kur më qohem jam ashtu pozitiv edhe ashtu më shkon dita të në dita. Dhe për kulturën shqiptare që motivon kjo, më motivon se jam shumë pozitiv edhe du kulturën, zë një në pjesë kulturës. Veçarit përsi që thash paktare klasike muzike klasike, edhe gjithë njerëzit i presë kështu se janë restorani për mu, është një vend ku njerëzit nuk do t'vjen ta mbushin stomaku, po t'vin të hapi qëka të mirë që është që normale, edhe të ndjen si shpini pjesë të vogël shtëpies ta ke restorani. Edhe atë unë mendoj që i va mundsoj unë me ekipin tim, va mundsoj klientëve tonë që t'jenë të gëzuar, kënaqur, ashtu që kjo është. Zotri Aki, për fund të kësaj interviste, si i fton të gjitha ata shikuesit e Pasion e Profesion me ardhë dhe me shiju ushqimin këtu në Sole? Unë thëmë mirë se të vinë gjithë shikuesit të televizionit juaj, televizionit Klan, mirë se të vinë, ne besoj që ushqimit dhe gjimit të mira, po për shqiptarët i ka thëmë edhe më të mira, që të mirë se të vinë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit për intervistën dhe për mikpritjen.
E shikos dashur, pas intervistës pra me zotrin Aki Nuredini, tani është koha që bëjmë një intervistë me djalin e tij, me Agron Nuredinin. Faleminderit shumë që gjetët edhe ju kohë. Jo vetëm babai me u bashku në këtë intervistë në Pasion e Profesion. Faleminderit. Është kënaqësi shumë e madhe. Pra Agroni tashmë ka marrë përgjegjësinë e menaxhimit të restorantit Sole. Do të flasim pak për veçantitë çka e bën më të veçantë Sole në krahasim me restorantet e tjera në Vjenë, por gjithashtu do na tregoj Agroni pak më shumë rreth menys, si bëhet përzgjedhja e menys. Faleminderit shumë. Po, restorani jonë është veçantë se jemi ne këtu mbi 40 vjet, edhe me një restoran shumë familjare. Po vazhdimisht është o babi im, o unë jemi këtu për herë, jemi prezent, kupton, është edhe këtë e ndëgjojnë edhe klientët tonë, edhe punëtorët. Në atë kuptim nuk kemi në një katem, kemi si nxirë, është jemi në një restoran ku e dëgjojnë klientët, se është me vërtet ka një, që thonë anglisht, personal touch, që një jemi prezent edhe të shikojmë çdo njërin të tërë. Atë besoj është ma një gjëra gjina ma speciale, po, këtu në Vjenë. Menuja është vazhdimisht për herë punojmë me menyn, edhe është për herë koordinim me kuarët tonë janë shumë suksesshëm, janë një kvalitet për herë shumë të lartë, ne kërkojmë ato gjatë po. Edhe një herë në javë, një herë në 2 javë të ndrymë atë njënën pjesë e katës, që pjesë për herë aktuale. A e bëni këtë edhe në koordinim me shihet e klientëve? Po, normal ushqimi do të jetë tradicionale italiane, po dhe ne duhet edhe pak t'i përputhësh klientët austriake, disa gjëra presë të jenë pak më ndryshe, po vazhdimisht duhet edhe kontrollohet që t'jese kultura edhe tradicioni italiane duhet vazhdimisht të jenë aty në tavolinë. Po si është të menaxhosh një restorant kaq të famshëm midis Vjenës dhe me tëra ato rregullat të cilat i ka ky shteti austriak? Është një kënaqësi e madhe. Sinqerisht, kënaqësia e madhe është e rëndë, është shumë punë, por është një kënaqësi e madhe se kemi klientë super, kemi kolegë super. Për shembull, sufrëm këtu që kemi mbi 30 vjet. Po. Është rëndë, është plot punë, po është edhe kënaqësi, se është për ditë një gjë e shohësh atë punën që e bësh, e shohësh edhe më një herë rezultatet e shohësh. Po. Gjithashtu një pjesë shumë e madhe e stafit janë edhe shqiptar. Po, janë këto shqiptarë kemi. Që është vërtet kënaqësi shumë e madhe sepse si hyn këtu tek Sole edhe dëgjon të flitet shqip, kështu që për gjithë shqiptarët që vinë dhe vizitojnë Sole në Vjenë, kemi një pjesë të shqiptarëve këtu, përveç pronarëve. Agron, flasim pak edhe për planet e ardhshme, çfarë plane keni? Po normal, ambicione kom për herë, babi me ka fillu këtë para në motin 83 restoranin, edhe kemi tani një bazë shumë të fortë, kjo është një kënaqësi e madhe, po normal ambicionet e ime janë ta vazhdoj këtu. Me më tepër sukses, edhe me më tepër sukses, po edhe çoh modikatën një projekt tjetër që mund vazhdoj, por kjo është një herë evolutim. Do të mbaj pak, jo sekret, por për vetë vitim se Po patjetër, po besoj që edhe këto planet e mira dhe lajmet e mira zbulohen shumë shpejt, kështu që i presim. Agron, faleminderit shumë që gjete kohë, vjen mirë. Faleminderit. Ndoqëm së bashku edhe udhëtimin tonë në Austri. Në këtë muaj në Austrisë kam nderin dhe kënaqësinë me i pas të ftuar përsëri Elhami Berishën dhe Donat Rajcaj. Mirë se erdhët përsëri në Pasion e Profesion. Donat, si kalove sot? Mirë. Faleminderit përsëri për ftesën. Edhe shpresoj që kena me bu diçka të mirë. Tash po vite ti, veç
flas pak me Elhamin, sepse Elhamin e kemi nga Austria, ka ardhë dhe ka gjetë ku ka ardhë në pasion e profesion, po besoj që duhet me mirë mikprit. A i kena i gati të eqë. Pa tjetër. A i një bu shok. Shpit vetër. Elhamin, si kalove, së qështë po kalon në Kosovë? Mirë shumë, faleminderit. Qa kime përgadit sot? Sot kemi me përgadit një cordon bleu me cornflakesa edhe fara kungulli që përmbon cheese edhe një risk salam edhe patate të zjera. Do të thotë edhe kjo recet është pjesë e Schnitzel House në Vjenë. Po. Që e keni restorantin. Mirë, po pres me po edhe si përgatitet. Donajt, mirë se na erdhe. Mirësi u zjeta. Si ke kalu këto ditë? Mirë. Po më vjen mirë që jemi rikëthy përsëri bashkë këtu në pasion edhe me po diçka ma shumë. Sot çka kime përgatit? Se po shot në produkte që Po, to. sot kena me përgatit një sushi, kove të fundit, vjetë e fundit edhe të na kam ri ushqimi japonez, sidomos sushi. Sot kena me bu një mix pak sushi, po kena me bu edhe për njerës që provojnë për herë të parë, në shta zgjidhja ma e mirë, se është komplet me produktet të pjekuna, jo krudo, jo të gjalla. Na me bu me wagyu për mi, me wagyu beef, që është një prej mishnave ma luksoze dhe ma i kërkum. Edhe mrena me king's crab, do me thonë, me gafure mbretërore, që vjen prej Alaskës. Me pasion e profesion pra për përgatitet sushi. Okej, ju duhen edhe disa produkte po besoj, që mundemi me i gjetë të këndijetët, sës mundeni me i marë shportar, edhe me marë bashk me marë produkte tek ETC-ja. Ta ashtu shikues të dashur, mos harroj t'ju tregoj që tek ETC-ja mundeni me gjetë të gjitha produktet që ju duhen për shtëpit e juaja, siç edhe ne i gjejmë këtu në pasion e profesion. E deri sot Donati bashkë me Elhamin përgatisin, fillojnë i qesin të gjitha produktet në për tavolinat e tyre. Ne po shkëputemi për një blok të marketingut, përqëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak. U rikthyem pas blok të marketingut, nështë ashtë pak zhurnë, po na bën zhurnë qatje Elhamia. Donat, na tregove që kime përgatit sushi. Unë po du me e pa gjithë procedurën që është përgatitet një sushi. Kom tentu, kom provu me përgatit. Nuk ja kom dalë mas mirin bot, po dikun kom qenë. Por nuk është gjithmonë. Ku është sekreti me përgatit sushi të mirë? Normal, herën e epizodin e kalume faktikisht e përmenas që më pyte cila është pjesa ma e mirë për mu e kuzhinës, është sushi, se është teknika që si bëhet sushi, për mu është relaksuse, normal. Okej, apo na të regojnë që ato teknika? Shpërndarja rizit krejt këto, mu mbojnë mu një mirë, është puna ma e letë. Normalisht, i lagin pak durt, për shkak se orizi i sushit është... Okej. Edhe një loj arti kështu në vete. Po, fiks për atë arsyun edhe për mena herën e kalume. Po cila është pjata e parë që e ki përgatit njëtën tënde, Donat? Pjata e parë. Mend. Pjata e parë, po ka qenë sushi, nuk po e moj men fix, po kon sushi, se fillimisht kon fillu veç me sushi. Besoj ka qenë është ta nigiri, sushi nigiri, që buhen veç me oriz edhe me farët prej shijes tani, me salman. Shja ke dala, a ki po mirë? Mirë. është ajo fix perfect, po normal, me praktik tani bëhen gjana. Apo ju jep shpresë atyre shikuesve që janë të ndjek pasion e profesion që ndoshta edhe me herën e parë që tentojnë me përgatit sushi ja dalin kështu mirë? Po, muj, nëse e shikon mirë edhe mund është me i vrejt me fillim teknikat se çka po bëhet direkt në sushi, po. Ndiqeni pra, ndiqeni mirë edhe përgatitni edhe në shtëpi. S'keni nevojë veç me dalë jashtë edhe me provu sushi. Elhami, që po të shkojnë? Mirë shumë. Tash vetëm kom startu me përgatit pjatën, cordon bleu. Do të bëhet me cornflakes. Me çka fillon?
Pregaditja e mishit, do të me shtyp, me qekan. Ma herë që na bëjshë zhurën pak në emision. Saksisht me sta. Okej. E shtypim. Tani e qesëm një risk cheese, salam. Do të duhen 2 pjesë të mishit, 2 copa të mishit. Okej. Kështu pregaditjet cordon bleu. Është gati. Elhami, ja buna pyetje ma herë Donajt, cila ka qenë pjata e parë në jetën e tij që ka provu me përgadit, për cila ka qenë e jotja? Schnitzel klasik. Okej. Këta e këmë po pjatën e parë. Si shtash edhe në emisionin e kalum, me bëj shumë me qef, me dëshirë. Po i lëm pra edhe disa pamje me i marrë kështu nga afër edhe me fillu këtë përgaditje, me pa dhe ju shikues dashur se si po bëhet përgaditja nga Elhamia dhe Donati. Donati vetë se ka përfundu pjatën e ti. Donati, po e marrë pak ma afër ta shani? Sa mirë. Sot kemi me provu sushi, pra nga Donati këtu në pasion e profesion. Që shkoj gjithka? A e pat e vështirë? Jo. Jash kuzhinës tënde kështu? Ja, jam ambientu shpejt, Super, po mirë. Puna e sushit tregova, është sidomos për njerëz që nuk e kanë provu kur, ose e kanë provu nashta një herë dy. Zakonisht është mirë me startu me sushi që janë të pjekun ose të paktën gjysmë të pjekun, se është ma e përballueshme si herë e parë. Donat, a ki ndonjë shef kuzhine që t'inspiron ty? Që m'inspiron?
në punën tënde që e Sa bën? i përket sushit, është Nobu, është kuzhinier japonez, edhe i ka të hapur në për këtë botën. Ai është një prej njerëzve që zakonisht mu me inspiru për naj pjatë, po. Po, përveç sushit, ndonjë shef kuzhine kështu? Jo, në një që me përmen specifikisht. Është ta vllaun tem, pasi po më Vllavi. Qa ti do është ta me dojnë, ku po e arrën vlaun? Vlau është qështu njëjtë si une, ajo është maj mirë, po është i gjithanshëm, si për sushi, si për gana e mishit, krudë. Sa i përket komplet kuzhinës vlau jam, patjetër. Po, si inspirohesh për pjata të reja? Po zakonisht vin vetë-vetiu, nashta shet diçka të re në telefon që nuk e bën njëjtë komplet, po Kombinon diçka, merr pej secilës diçka edhe kjo punë është që është art faktikisht, edhe lyp pak edhe imagjinat, edhe normal. Pej secilës pjatë nga pak del diçka e mirë. Mezi po pres me provu, po ta shoh edhe Elhamia se është gati me pjatën e tij. Elhami, po të shkon gjithë shka? Mirë, A e ki gati? Po shkon gjithë shka. Për 2 deri në 3 minuta jam gati, Okej. edhe pak më duhet. Elhami, po të pyesë edhe ty, a ki ndonjë shef kuzhine që t'inspiron këtë punën tënde që e bën? Për cili emisione të ndryshme të gastronomisë, për momentin nuk është më kujtu dikush që e kisha veçu, po masi që jam edhe në këtë profesion, natyrisht që shiqaj shumë emisione që ka i përkasin gastronomisë. Po t'i vlaun se përmende, besnikun, pse? Se Donati tha e përmendi vlaun e vetë. Ti e harrove krejt besnikun në Austria atje. Natyrisht që hapat e pari ku marrë prej vllaut, besnikut, ai është, si që ashtë në emision e kalum prej 2002-ës në fushën e gastronomisë, natyrisht që shumë këmë pësu për i ti. E shikues dashur, po shkëputemi edhe për blokun e 2 të marketingut dhe qëndroni me ne sepse vetëm pas pak do i provojmë këtu pjatat në pasion e profesion. Shikues dashur, u rikthyem pas blokut të marketingut e mos të harroj të përmend pastat nga P&K, që gjithmonë i përdorim në shtëpit tona, por gjithashtu edhe në studion e pasion e profesion. Pastat më të mira në vend, kështu që mos harroni me i bledhe ju për shtëpit e juaja, për recetat e juaja. Edhe Elhamia e ka gati. Pjata është gati, natyrisht pjatën e shoqëron edhe ketchupi Podravka. Zgjedhjen më të mirë e ke po. Ketchup nga Podravka. Edhe jemi gati me shku me e provu. Po shkojnë të vendi, se kom mysafirin të pritë të qatje, edhe ju presë dhe juve dëve. Është duke më pritë Emini. Herën e kalume, në javën e kalume, pra Emini ka premtu që do tjetë në këtë muajnë e Austrisë këtu me ne me provu ushqime. Mirë se erdhe dhe njare. Shumë knatësi me të pas këtu. Knatësi është e imi, jam menzi po pres me i provu prap pjatat e këtyne kuzhinjera of talentum. Ki bo zgjedhje shumë mirë që edhe e ki bu një premtim shumë mirë. Javën e kalume që ke thonë po, pa tjetër ka me arë. Ka qenë kusht kë. Absolutisht me shumë knatësi. Po e presim pra edhe Donatin bashkë me Elhamin, me i sill pjatat e tyre dhe me i provu. Kemi me provu sushi. Javën e kalume kemi pas pak probleme chopsticksa. Po besoj që javë këna mi adolë diqysh. Pjatat po duken tepër të bukura kështu me i po besoj që edhe shija ka më kone t'il. Sa të mira. Wow. Si harrove, a? I përmeni chopstickat, unë tash javën e kalume kena pas problem. Ka shumë si Emini që nuk dinë me i përdor, shkak që është diçka e rete na. Po, unë sot me tregu për këtë një life hack. Okej. Qysh me i përdor sa ma letë.
Sa mirë, po mësojmë shumë gjëra këtu në Pasion e Profesion. Po më dhimet shoku jam, se nuk po mundet. Pra veç që vendosim kështu. Edhe. Po pasaj që kjo ka ma lehtësu jetën mu. Po besoj që po. Okej. Sa mirë. Do më thonë nuk ka nevoj me Ja, ishtu, veç qështu, a? Super thjesht që tash nuk i arsye mësë me i përdor. Okej, atëherë unë po provoj qëto me që edhe i kam Miret. chopsticks. Në bofshin mirë. Faleminderit shumë Donat. Për gjithë ju shikues dashur që e mënyra më e lehtë për me provu sushi me chopsticks dhe me pallë. Shije me të vërtet e mrekullueshme. Shumë shëndur Donat. Faleminderit shumë. Perfekte. Provoj edhe të Elhamis, edhe unë pastaj vazhdoj i provoj dyjajt. Po e bëj një pjesë pak më të vogël, në pas më qetë. E mrekullueshme. Shija me të vërtet e mrekullueshme. Ko ka pak crispy ashtu. Perfekte. Komente shumë të mira. Me të vërtet. Unë me sushi e kam pak problem. Pse nuk mundeni me bu sushi hala ma vogël? Kërkesë speciale kjo, a? Po, Herën tjetër. për mu. Herën tjetër, po. Nuk po japi komente heqone, së shumë qishme. Për gjithashtu këta po e provoj me keqapin e Podravkës. Dy pjata totalisht ndryshme. Kultura krejtësisht tjera, por që dyja shumë qishme, edhe është vërtet kënaqësi e madhe me pas këtë shumëllojshmëri të ushqimeve në Pasion e Profesion. Faleminderit shumë. Që jemi vërtet kënaqësi mi u pas këto. Faleminderit juve për ftesën, edhe shihemi edhe hera tjera. E kemi edhe një javë tjetër që do shihemi bashkë, do ju kemi këtu të ftuar. Shikues dashur, tani është koha për recetën e ëmbël të artës dhe rikthehemi përsëri në studion e Pasion e Profesion. Përshëndetje, po fillojmë me edicionin e radhës Pasion dhe Profesion. Këtë herë, pak më ndryshe, do të përgatisim diçka me frutat. Për pasionantët e frutave, unë kam mendu që të bëjmë një dekor duke i përdor frutat e sezonës. Tjerë do të realizojmë një pjatë mbajtëse për frutat duke i përdor pjepin. Pasi ja dham formën e një kurore. Pasi ja heqim tulin, të cilin e përdorim, këtë pjatë të pjepit mundemi me e përdor edhe me akullore. Pra me shërbim të akullorës, vetëm ose bashkë me frutat. Në këtë rast, mundemi me përdor drezat, sigurisht tulin e pjeprit, ku secili frut e merr shijen e njëri tjetrit, gjithashtu boronicat, të cilat janë të shishme dhe mjaft dekorative. Dekori shkon sipas
dëshirës. Mundohem ta krijoj një kurdele të vogël, sa për t'i japë dekor pjatës. Pra, kjo është një pjatë dekorative me fruta. Nëse keni dëshirë, ta bëni një trojezë pak më interesante për këto ditë vape të verës. Nëse e përgatisni, ju bëhet mirë. Shikues të dashur, kjo ishte e tëra për këtë emision të Pasion e Profesion. Shpresoj që jeni ndohet të kënaqur, keni mësuar receta të reja, por gjithashtu edhe ato recetat e ëmbla të artës, të cilat sapo i ndoqëm. Ne shihemi përsëri javën e ardhshme. Unë dua të falenderoj Podravkën, e cila mëson realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Mirupafshim deri javën e ardhshme. Ky emision mundësohet nga Podravka.